Zoti Hoxha, zonja Lala foli për Arubën, tani unë në mënyrë të posaçme të pyes dhe ju, kjo është dosje e pakzuar si dosje Aruba. Edhe një herë për ju, çfarë është takimi Arubës në studion ton kohën parë, me ju ne kemi folur për dosjen Aruba. Po atëre mjaft e zbet si zbulim, si thua, ishte më tepër një përpjekje për të thënë një gjë që era herës mbuloi nga, kemi folur më pas me zonjën Lala ditë, por mbuloi nga kjo. Ndërkohë, ç'është ky takim për ju? Ju keni folur edhe më parë, madje ju jeni i paditur për këtë gjë nga kush jeni i paditur? Klani Osmani. Bashkim penalisht. Ose Felix. Po Bashkim Osmani është njëri nga vëllezërit Osmani. Po është një padi që kam, se javës tjetër e kam seancën e radhës në gjykatën penale të Tiranës. Sigurisht që ata nuk janë shteta shqiptar, janë në origjina Kosova, kanë pasaporta të Republikës Federale Gjermane, me sa di unë kanë marrë dokumentat tjera, por... Janë këta? Po, janë vëllezërit Osmani janë shumë të njohur për autoritetet e disa vende europiane, po sidomos në Gjermani. Dhe si them zanafilla e këtij, se po të shikosh, ky si hetim apo si operacion ka një zanafill shumë interesant. Pra ka regjistruar procedimin 287 të vitit 2021. Dhe unë nuk di ndonjëherë që Spaku të ketë bërë një hetim 5 vjeçar, të ketë harxuar 5 vite kohë, por me sa duket të stilin që përdor Spaku, që i vjen një dosje dhe pastaj shfleton në arkiv, gjen një procedim të vjetër dhe materialin që ka ardhur nga një vend i Bashkimit Evropian ja mbivendos procedimit, sepse po të kishin hetuar që në 2021 do ishte përnamje. Por po të shikosh në brendin e dosjes, se kjo lidhet edhe me Arubën, për shembull, në një moment Spaku jep vlerësimi, thotë ta kanë trafikuar lëndë narkotike, thotë që shiteshin 26.000 deri në 30.000 euro kilograme. Ky është çmimi i shumicës. Ky çmim është në vitin i kokainës, është në vitin 2020-2021. Sot është çmimi është 2016 është ngritur, sapo është ngritur. Është sot pra 1 kilogram ka shkuar në 16.000 euro dhe disa vende të BE-s për shkak të kapjeve të fundit ka shkuar në 17.000 euro. Pra duket që hetimi dhe të dhënat i ka të ikohe është koha e Sky, që ta bëjmë qartë. Sky ka funksionuar nga korriku 2019 deri në mars të vitit 2021. Dhe prandaj kemi ato rastin e Ore Sotës që është kapur, pra që është vendosur dhe në hetim në akuzën për trafik të lëndëve narkotike, sepse logjikisht nuk e gjenim dot pse duhet ishte përfshirë Ore Sota, kur ai vjen nga një familje biznesmenësh me të ardhur goxha të mëdha që s'ka patur nevojë për të futur aty. Por në dosje, këto të dhëna janë kapur nga Sky. Hetimi bazë, mbi të cilën pastaj janë ndërlidhur të tjerët, është pikërisht hetimi ndaj vëllezërve Osmane. Në Belgjik, për fat, sepse unë aty kam rënë në kontakt atëherë dhe nuk ka qenë e zbet. Në atë kohë ka qenë fiks çfarë është dhe sot. Asnjë gjë më shumë. Pra, vëllezërit Osmani kanë qenë në Aruba. Pra, në atë kohë, po them, hetimi ka nisur mbi këta dhe janë me origjinë dhe prandaj nga Kosova. Nga Kosova dhe mos gaboj nga zona shtetas gjermane. Dhe këta ky hetim mos gaboj atëherë ju emrin e operacionit Shqiponjat e Zeza. Prokurori që ka bërë këtë hetim është i njëjti prokuror që ka hetuar Toyota Yaris. Prandaj në dosje janë dhe dy vëllezër Vladi, që janë te çështja Toyota Yaris, Astrid Vladi dhe Kastriot Vladi. Pra prokurori Julien Mojnil është i njëjti prokuror që ka hetuar Toyota Yaris. Kur zhvilluar operacioni në shkurt të vitit 2022, ku i zhvon dhe emri mos gaboj Shqiponja dhe Zeza, operacioni zhvilluar në 7 vende të Bashkimit Evropian, ku janë kryer njëkohësisht veprime për arrestim. Njëri nga vëllezërit Osmani është ndaluar në Kroaci, pjesa tjetër pastaj është kapur në Majorka, ku thuhej që ishte edhe baza kryesore e tyre, por si prokuror pra që e ka formuzuar të dosje është prokurori belg. Dhe prandaj takimi në Aruba ka filmime, pra ka video, ka foto, dhe ka të dhëna, sepse ata kanë qenë në përgjim. Me sa, unë kam takuar 2 nga personat që ka qenë në takim. Njëri për tyre është Artur Sheu. Dhe Artur Sheu më ka bërë qartë që takimi është bërë në Aruba, sepse Aruba është një vend që s'ka nevojë. Këte? Kam takuar Qa kohë? Vitin e kaluar, para një viti në Miami, në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
përveç kohës kur ka qenë që këtu, sepse kam pas një orë që në kohën kur ai ishte në Vlorë. Dhe më ka bërë të qartë, dhe ai pikërisht e ka kërkuar këtë gjë për atë që kishin publikuar ne. Për të sqaruar që shiko, si doli takimi i Arubës. U than fillim që aty është një person me inicialet E Rama. E Rama përputhesh me inicialet e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Edi Rama. Dhe gjëja kryesore aty. E përmendin edhe tani disa tokë. Po tjetër. Dhe Po kush është ky? prokurorisë belge nuk i kanë interesuar ata. Prokuroria belge është marrë me hetimin e vet dhe pastaj prokuroria spanjolle ka bërë pjesën e vet. Ky është nipi i Fatmir Ramos apo i njohur si Miri Xhikes, i vrarë në janë dy nipa. Nipi Miri Po njëri nga ata, njëri nga ata quajtur Edi Rama. Po prokuroria belge nuk i ka zbardhur emrin. Ka dhënë vetëm inicialet dhe ka dhe datëlindjen mbrapa. Dhe të shpjegim Artur Sheo më ka bërë shiko se nuk ka nevojë. Gjatën jetë kryeministri. Miri Xhikes ajo. Si Rama jo. Jo, ku ka, ishte... Shiko, Ylli, në sqarim, zoti Sheu pikërisht të gjë ka bërë. Shiko, ishim në takim për arsye biznesi. Zotërin të vëllezërit Osmani ka qenë interesuar për një biznes në zonën e Vlorës, ku zoti Sheu ishte pronar, madje përkonte edhe me zonën e Zvërnecit, për të ndërtuar një hotel. Dhe prandaj ishte biseduar aty. Takimi dhe këmbgulja ime ka qenë që ka qenë aty kryeministri i Shqipërisë, se thuhet që kanë qenë deputet, ministër, njeriu i afërt i kryeministrit, njeri shumë i afërt për atë kohë. Dhe ai thotë që A thuhet o zot? nuk ka nevojë, nuk e ke në material, kështu që unë jam në gjykim. Prita mbaroj gjykim. Ha gjykim tjetër thuaj? Prita ai. Nëse ta mbaroj atë. Mos është një ministër që kam dëgjuar dhe unë. Dhe s'po i përballoj dot. Po ç'të them emrin? Tani, nga reagimi i tij tha nuk ka qenë Edi Rama. E para, kjo ishte kryesorja. Se s'kish nevojë të ishte Edi Rama, sepse Edi Rama tha mund ta takoj fare mirë në Miami, në New Jersey, në New York, nuk ka pse të lënë një takim në Aruba, që është një ishull i vogël ku bjen sy, sidomos kur janë politikanë apo zyrtar të nivelit lart. Por ka qenë thotë një person aty i cili në takim, se në fillim u tha që aty është diskutuar për çështje narkotrafiku, pra për çështje ngarkesash, kokainë. Jo, me bërit qartë, takimi ka qenë kryesisht për çështje biznesi dhe takim miqësor, sepse ata kanë njohur, janë personazhe që frekuentojnë edhe vëllezërit Osmani, që janë pronar të një rriti të madh kazinosh në Evropën qendrore dhe në Gjermani, por edhe zoti Sheu është një njerëz që frekuenton kazinot, lojat e fatit, pra Aruba është një vend që shuhet për këtë lloj biznesi. Ishulli i madh është goja. Nuk është ishulli i madh, është përballë Venezuelës. Ndër takimet e filmuara nga autoritetet Dhe tuaja, nëse del prandaj belgët Shehu dhe Osmani. Prandaj kanë filmime aty sepse ata po ndiqnin Osmanin. E kemi ne atë? Ja ku i kanë Ja, pra të kike takim që është përgjuar nga autoritetet. Pra, ata po përgjonin Osmanët. Nga Osmanët janë zbuluar të gjitha gjërat e tjera. Nga njëri zbulohen. Se shkojnë kështu këta, se duke dhe mbjemër, po Shelerët, Shehu, sepse është familja e Shelerëve të famshëm të Vlorës. Në atë moment që doli ky informacion, në fillim ka dalë në 2021, pra pa u bërë operacioni, për herë të parë ka dalë në 2021. Ki parasysh takimit janë bërë që në vitin 2019. Pra nuk janë, Spaku ishte akoma në Pelena, nuk i kishe veshur akoma pelenat që të futej në lojë. Pra takimi bërë shumë herë, prandaj është hetimi atyre. Dhe ajo që ka bërë Spaku, me atë që shohun sot, është pikërisht verifikimin e këtyre pasurive, llogarive bankare, ku bashkimin e dosjeve të hetimeve, ku ka patur hetim për transferim prone, për falsifikim dokumentash, pra të gjitha i ka grupuar këto në një çështje të vetme, ka bërë këtë ndërlidhjen që i ka vendosur dy grupe, ata nga Vlora vijnë në fakt të dy palët kryesor që janë, njëri vjen nga Vlora në fakt, ai Alfredo Hamzaj, Koçeku vjen nga zona e Bulqizës. Pra, njerëzit më të rëndësishëm këtu janë Bulqizës me Dibrëm. Shehu, që vërtitet gjithandej, Shtupi, Sota, Koçeku. Hamzaj. Ndarja është bërë. Pra 5. Pastaj të tjerët, patjetër ka secili ndarja rolet e është veta. Artur Koçeku dhe Alfredo Hamzaj. Pastaj fillon veprimtaria tjetër. Tunis zona filla dhe pastaj bashkohen të tjerët. Të tjerët një pjesë nuk i kanë gjitha akuzat një lloj. Për shembull, kur është regjistruar çështja në vitin 2021, akuzat kanë qenë vetëm pastrim produktesh të vepër penale, grupi strukturuar
dhe krye vepra penale në kuadër të grupit strukturuar. Akuza për trafik të narkotikëve është shtuar në vitin 2024. Për para 2 vitesh, është shtuar akuza, e se kjo plotëson puzzle-in. Pra, atë që ne vazhdimisht thoshim që krimi organizuar, paratë e narkotrafikut, i pastron Shqipërinë, industrinë e ndërtimit dhe në turizëm, ja ku kemi provën dhe kjo, dhe Spaku ka bërë këtë lidhje, prokurorë që kanë çështjen zgjuboj Altin Domani dhe Kaçkini, të dy kanë arritur, kanë bërë këtë lloj lidhje dhe thonë, nisin nga trafiku i narkotikëve, investimi në Shqipëri, përfshirja e tyre në investimet të mëdha në Shqipëri dhe pastaj pastrimi i parave dhe deri sa ka bërë lidhin tani në momentin e fundit kur ka vepruar. Unë do shtoja vetëm një detaj këtu, ylli te kjo pjesa e arrestimit të biznesmenit Shtufi, se ka një element shumë interesant. Ja, do të po kur të kaloj me radhë me secili. Se unë po filloj me më të rëndësishmit me radhë. Ti përmend vëllezrit Osmani, si të unë prapë do të hyjë diçka. Atëherë, personi që është në qendër të këtij hetimi është Artur Sheu. Ylli, më falë edhe një. Përveç tyre që tham, janë 3 vëllezrit Koçeku, 2 vëllezrit Vladi, 2 vëllezrit Rama, se kështu janë të regjistruar në dosje. Pra, këto janë elementet më kryesorë se degat më të mëdha të i pemet madhe që ka konfiguruar hetimi i SPAK. Hoxha? Për mua është në vazhdën e hetimeve që ka bërë Spaku, se mos hetimet që vinë nga vendet të Bashkimit Evropian, pra që janë dosje që vinë që andej, gjithë problematika që ka Spaku që nga në marshim këta. Nga ky moment, pra është që të provoj me prova ta kryqëzoj atë dosje që ka ardhur nga Belgjika, ta kryqëzoj me prova tjera, me investimet që janë bërë në Shqipëri, me elementet që si kanë interesuar prokurorisë belge atje, dhe të provoj para gjykatës që kjo të përkthehet në vendim fajësie. Nëse s'dali me vendim fajësie, për rastin konkret, atëherë më vjen keq, po ky do të jetë një dështim për pasojat e rënda.